Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë me një recetë të shpejtë. Speca të qasit në gjizë, kost edhe qumësh. Është një recetë që konsumohet shpejt dhe mbahet në frigorifer, nuk jeton gjatë. Prandaj, unë thash e përgatita për vete dhe thash të ndaj me juve këtë recetë. Vemi te këndi gatimit për filluar përgatitjen e recetës. Unë ka marrë specat të këtij lloji sepse më pëlqyen, ishin shumë të trasha, më dhe lëkura ishte shumë e trash, dhe thash po i bëj speca me gjizë dhe me qumësh dhe kos. Do t'i presim në këtë mënyrë, duke i hequr bishin dhe farerat. Po ta shifni lëkurën e specave, shive sa të trasha janë, dhe thash po i përgatis. E kemi përfunduar edhe heqjen e bishtave dhe të farave, tani do t'i presim. Specat, unë mendova t'i prisja. Këtë radhë, se kur i kam përgatitur një tjetër, i kam përgatitur speca kështu siç janë të paprera. I kam prerë në këtë mënyrë, edhe për t'i vendosur tek qumshi, kosi edhe giza. I vendosim pak krip sipër, se do t'i kriposim, do t'i pjekim. Shifeni sa të trashe kanë lëkurën dhe unë prandaj mendova t'i përgatisja. I kemi përfunduar dhe prerjen e specave, do t'i vendosim përsëri pak krip sipër dhe do t'i pjekim për 4 minuta në temperaturën 200 gradë, ku furrën e kemi ngrohur 10 minuta para. Tani do të përgatisim kremin e tyre. Kam marrë 500 gram gjizë dhe 300 gram kos. Kosin e kam kulluar para se ta vendosja ke giza. E kam kulluar nga ajo pjesa që lëshon pak ujë kosi. I vendosim edhe kripën. 3 lugë kafe me krip. Tani do e përzijem që kripa të na hapet në gjithë masën që po përgatisim. Unë do të marrë një ras e vezësh, që të ras sa më mirë dhe të na bëjt sa më kremozo, që dhe gjizat të tretet plotësisht. Do e shikoj ka krip apo jo. Kripun nuk se ka shumë, ka pak, po do e shohim gjatë rrugës dhe në fund. Tani unë do t'i vendos pak spec djegës, e ka përgatitur specin djegës të bluar në vaj ulliri dhe do vendos vaj ulliri djegës. Kjo varet gjithmonë nga preferenca tuaja, secili ka njerëz që nuk e pëlqejnë, po kjo e jep një shije të mrekullueshme. E përzijem mirë që na prap edhe vaj në gjithë masën e përgatitur. Do e trazoj mirë si gjithmonë. Dhe tani i nxorëm specat nga furra, 4 minuta i lash. Do i kthej të gjitha të pjesën që është poshtë, do t'i kthej sipër, sepse po ta shifni, shisi e ka kripën dhe kripat e kaloj, specat i kanë kripën të marrin nga të ngrohtësim poshtë që kanë nxehtë si tava. Tani unë do t'i vendos ja do ta shifni që ka nxjerrë atë ujin e parë. Duke e lënë akoma më shumë, ajo do nxjerrë akoma më shumë ujë. Unë tani do t'i vendos 1 letër pjekje sipër dhe do t'i fus përsëri në furrë, po jo do e stakoj temperaturën, pa s'do i pjek, po do i lë derisa soba të ftohet plotësisht, në gati 5 minuta. Ja ku e kam vendosur. I kam lënë 5 minuta në furrë të fikur dhe shifeni si janë bërë, e kanë transformuar totalisht ngjyrën. Nga jeshile që ishte pak në kuqe, tani janë bërë pothuajse të verdha, në atë kuqëremte në led. Shifeni se si e kanë nxjerrë ujin. Tani unë do të vendos një pecet poshtë që ta ngre pak tavën dhe të kullojnë specat sa më mirë. Do t'i heq nga tava duke kulluar mirë. I vendos në të pjatancën për t'i shtruar në enën përkatëse që vullë do t'i shtroj. E kemi hequr të gjitha, shifeni sa ujë kanë nxjerrë. Ja ku i kemi specat, do të marrim kremin që kemi përgatitur, enën përkatëse ku dhe do t'i vendosim, dhe tani do fillojmë që t'i shtrojmë. Fillimisht do të vendosim pak krem poshtë, gjizën dhe kosin që kemi përgatitur, që t'i vendosim specat mbi këtë masë.
I vendosim në këtë mënyrë dhe do t'i vendosim përsëri masën e përgatitur, kremin, gizën dhe kosin. I mbulojmë plotësisht të gjitha. Fillojmë të shtrojmë shtresën tjetër, kështu do të vazhdojmë derisa të përfundojmë të gjitha specat. I vendosim masën që na ka ngelur të gizës, kremin, duke përhapur në gjithë pjesën ku specat mbulojnë plotësisht. Dhe tani do të marr pak qumësh dhe do ta shplaj atë enën ku përgatita kremin dhe do të vendos sipër specave. Vendosim edhe pak krip. Ja ku e kemi. Vendosim. Do t'i hedhim pak qumësh sipër. Dhe nëpërmjet një thike, unë do të lëviz në të katërt anë të enës dhe duke i ngritur në këtë mënyrë specat sipër, që qumshi të depërtojë në gjithë masën e specave dhe të vendoset edhe poshtë enës. Tani hedhim pjesën tjetër të qumshit që na ka ngelur ke ena. E përfunduam me odhën dhe qumshin dhe tani do t'i vendosim kapakun. Unë do t'a vendos në një qese, sepse të ringrot, sepse si thash qumshi ishe shumë i nxehtë. E mbyllim qesen në këtë mënyrë. I vendosim një pecet sipër. Dhe do e lëm për 3 orë dhe më pas do e vendosim në frigorifer dhe keni kur të doni konsumoni. Ja ku e kemi, unë e kam dhënë nga frigorifer, se doja të tregoj, doja të demonstroj juve dhe të shohim si na janë bërë. Marrim një spec. Një pjesë spec, shife si na janë bërë fantastike. Janë bërë të shkëlqyera. E vendosim në pjatancën, ku dhe do e servirim të konsumojmë për drek. Shife si janë bërë super. Janë bërë shumë të mira, aman janë speca që përdorin të qastit. Këto speca, kjo mënyrë me speca gjizën dhe kosin nuk rojnë gjatë, përveç mbajtjes në frigorifer dhe t'i konsumoni sa më shpejt. I vendosim dhe vaj ulliri sipër. Dhe ja ku i kemi, ju bëf të mirë. Faleminderit shumë, në qoftë se ndiqni recetat e mia dhe më lini një mesazh poshtë videos. Unë ju falenderoj pafund ndjekësit e mia dhe mikeshat e mia. Miru takofshim në video të radhës.